Interkoneksioni energjetik 400 kV mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë sipas drejtorit të MEPS-së Burim Latifi po hyn në fazën përfundimtare të realizimit. Punimet në nënstacionin 400 kV në orë sipas tij kanë avancuar drejt përfundimit, ndërsa pas instalimit të pajisjeve primare dhe sekondare kanë nisur testimet operative dhe funksionale. Pas inspektimit të punimeve, Latifi tha se këto janë hapat e fundit para vënies në funksion të nënstacionit, i cili është pjesë e projektit për lidhjen e sistemeve elektroenergjetike mes dy vendeve. Njëkohësisht po përparojnë edhe punët në linjën e transmetimit 400 kV Manastir Elbasan. Ka nisur montimi i shtyllave të para, disa prej të cilave tashmë janë ngritur, ndërsa puna vazhdon intensivisht edhe në lokacione të tjera përgjatë trases. Ky progres dëshmon përkushtimin ton për realizimin e projektit sipas afateve të planifikuara. Për këto lëvduan edhe nga Vlend, duke thënë se projekti është pjesë e vizionit strategjik për zhvillimin e korridorit 8, jo vetëm si korridor rrugor dhe kurudhor, por edhe si korridor energjetik që lidh Maqedoninë me Shqipërinë dhe më tej me tregun evropian të energjisë. Me përfundimin e tij do të krijohet një lidhje re strategjike energjetike ndërmjet dy vendeve, do të rritet siguria e sistemit të transmetimit, do të zgjerohen kapacitetet ndërkufitare dhe do të përshpejtohet integrimi i tregut rajonal të energjisë. Për Vlenin, korridori 8 nuk është vetëm një projekt infrastrukture, por një vizion zhvillimor që afron vendin me rajonin dhe Bashkimin Evropian përmes lidhjeve moderne rrugore, hekurudore dhe energjetike. Përndryshe, muaj më parë, partia opozitare BDI akuzoi MEPS-ën dhe drejtorin Latifi se kanë vendosur në rrezik projektin e interkoneksionit energjetik me Shqipërinë, duke pretenduar se aktivizimi i garancisë bankare ndaj kompanisë kroate Dalekovod dhe më pas dhënia e një kontrate të re prej 19.3 milion eurosh për të njëjtën kompani ngre dyshime për vendimarrje jo profesionale dhe interesa partijake.